Pra debati tashmë dhe diskutime dihen për sa i përket prezencës së medias, ku edhe deputeti i Partisë së Lirisë Tedi Blushi më herët, pak përpara se të niste kjo seancë në ngarkim të presidentit Meta, kërkua pjesëmarrjen e Kamerës Qytetarëve, ndërsa përfaqësues Partisë së Lirisë janë aktualisht deklarat për media. Ne hym brenda dhe dalim përjashtë sepse nuk mundsohet pjesëmarrja e të gjithë simpatizantëve, qytetarëve apo edhe anëtarëve të Partisë së Lirisë për të marrë pjesë. Kemi bërë në vazhdimsi dhe edhe pak më përpara se të fillonte gjyqi, sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë zoti Tedi Blushi bëri thirrje që seancat të transmetohen live, pasi presidenti Meta ka një karrierë prej 35 vitesh shtetar dhe ju ka shërbyer qytetarëve. Praktikisht është një detyrë morale që ai të japi llogari përpara të gjithë popullit që ka shërbyer. Sikundër, gjykata e ka për detyrë që të garantojë dhe të sigurojë transmetimin dhe informimin e gjerë të publikut. Fakti që ata nuk e bëjnë këtë gjë, do të thotë sepse ajo dosje për të cilën zoti Meta sot ndodhet në izolimin ekstrem është e ngritur mbi manipulime, mbi farsa, nuk ka absolutisht asnjë provë dhe asnjë fakt që zotin Meta ta implikojë me akuzat në thonjza që janë bërë. Ajo që ne vazhdojmë të kërkojmë është që të garantohet dhe të sigurohet transmetimi live i seancave gjyqësore, që të informohet edhe qytetarët dhe të marrin vesh një herë mirë që zotin Meta nuk e lidh absolutisht asnjë gjë me dosjen që ai ka. Faleminderit.